Marrëveshja Kosovës për MSA-n ka ngjallur optimizëm për bizneset e këtushme që kanë për synim tregun evropian. Njëra nga firmat e suksesshme në Ferizaj, Prim Oil, ka filluar të rrisë kapacitetet e prodhimit dhe po përgatitet intenzivisht që vajrat motorike dhe industriale t'i plasoj edhe në vendet e tjera jashtë Kosovës. Pronari kësaj firme Bekim Haliti thot se deri më tani, diskriminimet në këtë fushë për bizneset e Kosovës ka qenë njëra ndër sfidat kryesore. Deri tani ka qenë një prej sfidave më të mëdha, konkurenca që ka qenë jo lojale, produktet nga Serbia janë futur në Kosovë pa dogan. Përkundër që ne si prodhues kemi pagu taksat, edhe taksën doganore, edhe akcizën dhe TVSH-n për lënë, por ndërsa produktet nga Serbia futen duke shfrytzuar marrëveshjen e CEFTA-s dhe janë fut pa dogan, këto na kanë bërë që ne të mos jemi konkurrent në tregun vendor. Vazhdon ky shqetësim ende? Po besoj që tash me marrëveshjen e MSA-s që pritet të fillojë nga janari i vitit të ardhshëm, do të ketë mundësi që edhe në Londën e parë ta futën pa dogan, sepse kryesisht furnizohemi prej vendeve Bashkimit Evropian dhe me marrëveshjen e CEFTA-s parashihen që mallrat të funksionojnë të hyjnë pa dogan në territorin e Kosovës. Haliti tregon se aktualisht po merren me zgjerimin e kapaciteteve të prodhimit, ku në kuadër të kësaj iniciative kanë siguruar edhe 8 rezervuar të ri për lëndën e parë. Kemi rritë fillimisht rezervuart për lëndën e parë që kemi pas prej 500 tona, tash kemi bë plus 2000 tona, apo 2 milion litra, që kemi një kapacitet prej 2.500.000 litra stokun e lëndës parë. Kemi ngrit kapacitetin në makinat të prodhimit, makinat paketuese dhe po besojmë që jemi në fazën tjetër që do t'i vazhdojmë me ngritje tjera. Fabrika për prodhimin e vajrave motorik dhe industrial në Ferizaj Prim Oil funksionon prej viti 2006. Tash për tash, ky biznes punon me 18 punëtor, ku brenda ditës prodhojnë 15.000 litra vajra, ndërka që tha se mundësit për prodhim i kam për 8.000 litra në orë. Përfaqësues të kësaj fabrike njoftuan se aktualisht produkti tyre shitet në 80% të territorit të Kosovës.